një situatë të Ilir Metës që gjitha shkallët e gjyqësorit e rrëzojnë, pavarësisht gjitha pretendimeve, ai thotë që duhet reflektohet edhe në rastin tim vendimarrja e fundit e gjykatës lartë për masën e sigurisë arrest me burg. Nga ana tjetër, gjyqet e tij nuk po transmetohen live, sigur se ai kërkon që të shohë edhe publiku i gjerë se ç'është realiteti me dosjen e tij, etj. Pret ndonjë ndryshim në këtë aspekt referuar dhe vendimit të gjykatës së lartë dhe si e sheh këtë të fundit? E para, unë kam qenë dhe jam për një sistem garantist. Pra, në kushtet që ky zotëria, i cili ka rekorde personale me këtë vend, si kryeministër, si kryetar parlamenti, si zëvendës kryeministër, ministri i jashtëm, president etj. Ai as nuk ka vrarë, as nuk ka prerë, paktën nuk ka akuza për vrasje. Ai ka akuza për korrupsion, për pastrim parash, mos gaboj. Po, mos deklarim pasurie. Në të cilat ai mund ta bëjë shumë mirë të vazhdojë gjyqin dhe duke qëndruar në arrest shtëpie. Tek e fundit, i njëjti parim u përdor, mos gaboj, për Sali Berishën. Për këtë zonjën tash për Kaçanin. Nuk e kuptoj pse Ilir Meta duhet të rinë burg. Sigurisht nëse dënohet, do dënohet, se edhe paraburgimi burgësh, domethënë edhe arresti i shtëpisë burgësh, nuk është se Italia për shembull dje po diskutonte që të bënte një ligj që të liroj burgjet, sepse numri i madh i popullsisë t'i çojnë në arrest të popullsisë burgjeve është në rritje dhe t'i çojnë në arrest me burg. E aq më tepër që Shqipëria në arrest shtëpie. Në arrest shtëpie, m'fal. E aq më tepër që Shqipëria ka një problem real me të paraburgosur. Me popullimin burgjeve. Po sigurisht një problem shumë i madh. Dhe nuk është problem që ka të bëjë se këta një 10-20 veta janë që janë nga politika. Ka të bëjë me hallëxhit, me njerëzit që janë aty. Pra, në kushtet që Ilir Meta është duke u gjykuar, pra dosjes nuk e çatishtosh më, ai nuk është se çashtu, unë nuk mendoj që arresti shtëpiak për Ilir Metën duhet jetë një tabu. Përkundrazi. Mendoj që kjo rrit standardet pastaj. Dhe ul pretendimet për paragjykimin që ai ose avokatët e tij mund të bëjnë procesit. S'ka asnjë lloj logjike që të vazhdojë të rinë burg e aq më tepër pas xhamave etj. Po bie që kjo do vlej për të gjithë pastaj. Po sigurisht më parimet vlen për gjithë, shteti ligjor ky është. Kjo nuk do të thotë që s'do dënohet. Ndoshta dënohet dhe kthehet atë shkon atje. Tani, qofse ne themi këtë gjë parashim thashin që është në Hag, pse s'duhet ta themi për Ilir Metën? Se janë dy, pse s'duhet ta themi për Ilir Metën? Janë dy situata ndryshme. Po si janë situatat? Pra, Ilir Meta ka qenë zëvendës kryeministri i luftës Kosovës. Ilir Meta ka qenë kryeministri i luftës Maqedonisë. Ilir Meta është ai njeriu që Ilir Meta s'po akuzohet për luftën e Kosovës. Jo, po, m'fal. Parimisht se duhet ta ndajmë në vendin jetojmë në diktaturë apo në demokraci. Parimisht ky zotëria është dënuar apo është i padënuar? Nëse do shkosh ti marrësh sot certifikatin. I padënuar. Pra, prezumohet që është i padënuar. Prokuroria tha që ky njeri tentonte të prishte provat me deklaratat, me sulmet që i bënte etj. Dhe shkoi në gjykatë dhe kërkoi masën e arrestit derisa të mbyllet dhe çon gjykim. Tani ka dhe një vendim shumë të drejtë për mendimin tim gjykatës lartë që unifikon praktikat. Unë s'po të them që Ilir Meta është i pafajshëm. S'po të them që Ilir Meta nuk ka bërë gabim. Përkundër se kam të shpesh gabimet politike sollën këtu. Por që të përdorësh paraburgimin si mjet për ta nxjerrë tjetrin përfundimisht nga politika, e politizon ti pastaj gjën. Sigurisht që për mua Ilir Meta bëri gabim të madh që nuk mori ofertën e Sali Berishës dhe t'ishte futur në parlament të listat e mbyllura. Për mua ka qenë një vetvrasje. Se do e shpëtonte kjo? Po sigurisht kjo do ta nxjerrte se me imunitetin e deputetëve. Po imuniteti dhe hiqet. Po ajo varet do e hiqnin ata apo ja. Po imuniteti u tregua parimi që u përdor për Belinda Ballukun, do të vlente edhe për zotin Meta nëse zoti Meta do ishte deputet. Po ai e zgjodhi vetë atë rrugët. Atë rrugë atë qendrese ka zgjedh vetë mënyrën se si do luftoj. Dhe mendoj që nuk prish asnjë problem që të gjitha proceset, unë i rri dhe gjoj pas shumë vitesh, pas 30 vjetësh, të gjitha proceset antimafia. I kemi i ken YouTube. Kërkoj dhe do t'i dëgjosh gjithë. Bëhet fjalë për terrorista, për njerëz të rrezikshëm etj. Ku? Se ne bëhet do shkojmë.
Nuk ka vend në BE që të mohojnë këto drejta. E aq më tepër kur prokuroria thotë e kemi mbyllë çështjen dhe e kemi çuar në gjykim. Pra nuk mendoj që persekutimi i askujt, qoftë ky qytetar i thjesht, qoftë ky i një ish presidenti ose ish kryeministri do rrit standardet e Shqipërisë. Unë mendoj që i takon, është e drejta e tij minimale që ai të dëgjohet, procesi të dëgjohet, ta thotë një njerëz që mund të jetë dëshmitar në atë gjyq. Pra, nuk kam asnjë problem, unë mund të thrasë, shkoj të them çfarë di. Siç më kanë thirrë një herë për një deklaratë aty. Nuk shoh asgjë të keqe që jo ai gjyq, po të gjitha gjyqet. A ka mundësi edhe këto gjyqet për krim të organizuar ti shohim njerëzit çfarë janë, çfarë është. Pastaj nëse vendos gjykata ta dënoj apo jo, absolutisht po standardet europiane i japin të drejtën që ai të ketë të njëjtat drejta që kanë të paraburgosurit e tjerë, që të ketë mundësinë të ketë një proces të hapur mediatik, nuk shoh asgjë të keqe në këtë.